Mund të agjerosh nesër, po mund të agjerosh. Madje ka shpërblim të madh. Agjerimi i ditës së Arafatit ka një shpërblim tepër të madh. Kush agjeron ditën e Arafatit, shpërblehet pra me fshirjen e mëkateve të vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Mirësia e madhe është ditë tepër e veçantë. Është ditë ku në të u plotësua feja. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: El yawma akmaltu lakum dinakum. Sot plotësova për ju fen tuaj. Kështu që dita e Arafatit është ditë ku në të Zoti i gjithësisë liron njerëz, pra robër nga zjarri i xhehenemit më shumë se sa çdo ditë tjetër. Krenohet i madhi Zot me robërit e tij para me lajkeve. Dhe normal Zoti i gjithësisë krenohet kur robërit e tij i binden atij. Dita e Arafatit është ditë e veçantë, është ditë tepër e veçantë për ne si musliman. Dhe është sunet pra me agjëru, po ashtu mundohu që ditën e Arafatit me mbush me vepra të mira, me namaz, me përmendje të Zotit të gjithësisë, me lutje, sa më shumë dua. Allahu i rujt.